Paksat kalojnë 12, kur ti ishtim tavolinë. Edicioni i tretë i ciklit Artzanatit në Shkodër solli një tjetër takim të veçantë mes së artit dhe mjeshtrisë. Në ambientet e shtëpisë muze të Pashkovasës, në prani të 10 të rinjve dhe ardashësve, 39-vjeçari Mark Ujka, kitarist i njohur dhe njëkohësisht mjeshtër i hidraulikës, rrëfeu rrugtimin e tij mes profesionit dhe pasionit. Përmes një bashkëbisedimi të hapur, ai ndau përvojën personale mbi sfidat dhe përkushtimin për të mbajtur gjallë dy dimensionet të rëndësishme të jetës së tij, artin dhe zanatin. Një ndërthurje që në Shkodër ka traditë të hershme dhe që vijon të përcillet brez pas brezi. Unë nihem krejt e plotësuar sepse në Shkodër tan ata që kanë bë art dikur edhe tash, dikur kanë bë një lloj profesioni për me majt familjen, që është e pasionit, masadhëna është mundesh me zgjidh me u bë piktor, me u bë artist i tana formave, jo vetëm me muzikën. Pra në Shkodër është e lidhur shumë ngushtë arti me artizanatin. Sipas organizatorëve, përmes dëshmive frymëzuese të mjeshtrave dhe pasionantëve të artit, synohet që tek të rinjt të transmetohen vlerat dhe traditat e artizanatit shkodran. Jo pa qëllim u zgjoll Marku, jo pa qëllim u zgjoll ky ambient, sepse në ahengun pasionin kulturor të ahengun shkodran, një pjesë e madhe të këngëve janë të bëme edhe të kënume nga zanatçit. Për shembull kena Putstar, kena Terzi e tjerë që kanë kompozuar këngë. Cikli i takimeve artzanatet i organizuar nga Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, Bashkia Shkodër dhe Qendra për Hapje dhe Dialog do të vijojë me prezantimin e historive dhe teknikave të tjera artizanale, veçanërisht të atyre zanateve që rrezikojnë të humbasin.